Altin Doci, ushtari i grupit të çopjave ndodhet ende në Arati. Grupi hetimor i ngritur menjëherë pas kësaj ngjarje ende nuk ka asnjë gjurmë nga Doci, i cili arriti të arratisej në mënyrë spektakolare nga ambientet e spitalit të Durrësit. E gjithë skema organizuar nga Doci për arratisjen tregon se ishte një plan i mirë menduar dhe grupi hetimor tashmë po punon për të gjetur se kush janë përgjegjësit e personat që ndihmuan të vinte në jetë planin e arratjes. Burime bëjnë me dije se është sekuestruar i gjithë dokumentacionin në ngarkim të Altin Docit, i cili përfshin të gjithë dokumentat të cilat nisin që në momentin e dërgimit të urdhrit të transferimit të tij në mjediset e burgut të Durrësit në maj të vitit 2020 deri ditën e arratisjes nga Spitali Rajonal i Durrësit. Prokuroria e Durrësit po heton se si një i paraburgosur me rrezikshmëri të lartë si Doci është vendosur në burgun e Durrësit dhe jo në një burg të sigurisë së lartë. Në filtr do të kaloj edhe i gjithë dokumentacioni i tij shëndetësor, pra kartela ku janë dokumentuar shkaqet e dërgimit të tij për vizita mjekësore që nga viti 2020 deri më 13 janar të këtij viti, kur mjeku i burgut rekomandoi një vizitë në repartin e infektivit në Spitalin e Durrësit, nga ku vuri në jetë edhe planin e arratisjes. Po ashtu do të kalohen në sitje edhe vizitat e tij në burgun e Durrësit, kush janë personat e fundit që e kanë takuar, telefonatat që ka zhvilluar së fundmi nga Qelia. Ndërkohë, mungesa e Altin Docit bëri që të dështojë seanca e radhës e plumbit të art. Në këtë seancë, GKK lexoi kërkesën e burgjeve ku thuaj se Doci nuk mund të shoqërohej pasi është ende në Arati. Për këtë arsye, seanca u shty me datë 20 janar, ndërsa GKK tha se njoftimi i Docit duhet të bëhet përmes policisë të Durrësit dhe Lezhës. Aldo Shkëmbi, një prej avokatëve mbrojtës të Altin Docit, për mediat sqaroi anën procedurale për shtyrjen e seancës, kush ka kundërshtar është bërë arratisja e të pandehurit të Docit. Shkëmbi thotë se ende nuk ka një deklaratë që Altin Doci po i fshihet apo jo drejtësisë, e duhet të kryhet sipas procedurave njoftimi për mbajtjen e seancës, që më pas të vijohet me gjykimin në mungesë. Këto kushtet mungesën deklarate nga veti pandehuri rasti konkret, për të respektuar dhe parashikimet ligjore që kanë të bëjnë me njoftimin e të pandehurit në rastet kur është në kushtet e kufizimit të lirisë, kur nuk gjendet apo kur është i lirë, dhe për të arritur në pikën sipas cilës duhet deklarohet fakti nëse i fshihet apo jo drejtësisë, në mënyrë tillë që më pas vazhdoj gjykimi mungesë, gjykata detyrimisht duhet shtyrë seancën në mënyrë tillë që të kërkonte një informacion më detajuar nga ana e policisë së shtetit lidhur me faktin dhe kërkimet që po bëhen për shtesën e Altin Docit.